Jemi rikthyer sërish në studio, do të diskutojmë tani për inteligjencën artificiale, si të përfitojmë maksimalisht, por njëkohësisht edhe ndryshimet që ndodhin në tregun e punës, sikurse ndodh në çdo revolucion. Më gjërësisht do të diskutojmë me zotin Ermand Merdenika, inxhinier IT. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe kënaqësi që jam tani jush në Skan TV për këto tema shumë interesante. Ndjem vërtet në antistres kur dëgjoj informacione për inteligjencën artificiale. Dhe qëllimi është të bëjmë çojmë mesazhet e dura për ta përdorur. Gjithmonë qëllimi beneficiar dhe qëllimi që të çojmë mesazhe të mira në aspektin social. Domethënë kjo është inteligjenca artificiale. Se shpesh ne dëgjojmë për shembull apo na zëvendëson inteligjenca artificiale apo dëgjojmë a duhet i përshtatemi ne inteligjencë artificiale. Shiko, kjo është një lloj pyetje interesante. Ideja është që ne krijojmë inteligjencë artificiale. Pra truri ynë, inteligjenca natyrale krijon vetë inteligjencën artificiale në mënyrë të tillë që të na ndihmojë dhe të na ndihmojë në punët tona dhe të jetë sa më produktive. Pra efektiviteti të jetë shumë i lartë, rendimenti, pra çdo gjë. Ja, për shembull, duhet bëj thjesht një krahasim pozitiv sepse inteligjenca artificiale peshon më shumë në aspektin pozitiv. Domethënë, sot jetojmë në një revolucion teknologjisë ku vazhdimisht gjërat ndryshojnë, madje ky 2 vjeçari, 3 vjeçari i fundit ka sjell boom teknologji. Për shembull, në industrinë e automobilave, prodhimit automobilave, flasim për industritë globale, apo pajisjeve elektronike, të kompjuterave, pajisjeve mjekësore etj. Para 15 vjetësh apo 20 vjetësh, në këto industri apo në këto korporata international ndërkombëtare, kishte një staf shumë të madh punojësish, të cilët punonin me zellshmëri, lodheshin etj. Për të krijuar një produktivitet shumë të ulët, për shembull 50 automobila në muaj. Thjesht po marrim një koncept. Kurse sot në korporatat të mëdha që unë përmenda international corporates ka një staf shumë të vogël punojësish. Kush janë këto punojës? Ato të cilët janë overqualified ose well-trained people. Ato që janë të trajnuar mirë, profesionistë shumë të mirë dhe pjesën tjetër bën sistemi robotik. Kemi parë për shembull kreator robotik që prodhojnë automobila dhe produktiviteti mujor apo rendimenti është 1000 automobila në muaj apo 2000 automobile. Kjo tregon pikërisht për një koncept të zhvillimit të AI-s që ne po na ndihmon më së miri në punët tona dhe po rritet produktiviteti në biznes. Në sektorin mjekësor, për shembull, e marrim si një analist tjetër. Sot jetojmë në një shëndetësi, pra në një revolucion të teknologjisë në shëndetësi, sepse pajisjet diagnostikuese të cilët krijohen, sistemet robotike, aplikimi i teknologjisë në farmaceutik, sot ndihmon për shembull që gjërat të realizohen më shpejt. Koha diagnostikimit të pacientit është më shpejt, precizioni i trajtimit më shpejt dhe jeta mesatare e qytetarëve është rritur. Në raport me një shëndetësi para 20 vitësh ku teknologjia që donte, domethënë nuk është se ka pasur atë teknologji që jetojmë neve sot. Do të vijojë të rritet Ermand edhe më tej me këtë zhvillim të jashtëzakonshëm. Patjetër. Unë për shembull fjala vjen në profilin tim si inxhinier biomedical, pra inxhinier biomjekësor apo dhe ekspert i IT-s, më kanë ndihmuar jashtëmase. Kujtojmë vite përpara kur unë punoja edhe si ekspert i IT-s, domethënë paralelisht unë kam si specialist i IT-s dhe biomedical, për të konfiguruar një server apo pajisje të tjera duhet shumë kohë. Edhe shpesh që donte driveri duhet të reinstaluar nga e para etj. Sot janë gjërat automatike. Sot na letojnë punën. Sot për pak kohë bëhen. Kur kemi qenë në fakultet 15 vite përpara apo 20 vite përpara, floppy disk, ose ne kemi pas bërë matematikra, fizikra, aq shumë se po e them edhe pak për trajt batute dhe këtej na hyshin, këtej na dilshin, pra shumë vështira. Pata në një moment që isha pak i lodhur pas punës dhe thash ta fotografoj një ekuacion në një fizik lazer, është ishte shumë e vështirë, mua më është dashur gjysmëora apo më shumë që ta zgjidhja. Ja uploadova se unë përdor këtë Copilot të Microsoftit, është i ngjashëm pikërisht me ChatGPT-n. Është shumë utilitar, të jep zgjidhje shumë shpejt për informacione të ndryshme etj. Dhe zgjidh ekuacione për pak sekonda. Që do të thotë e shikon çfarë ndodh me AI-n, domethënë ky zhvillim po na ndihmon, është kthyer në shokun tonë më të ngushtë. Po mos i bën njerëzit më pak të mençur, por mos i bën më dembel. Është një pyetje shumë e bukur që më ke bërë, se aktualisht unë e kam analizuar. Inteligjenca artificiale ka krahas peshës pozitive që ka në biznes, në këtë epokë kapitaliste që jetojmë, që koncepti njëri po sfumohet dhe e rëndësishme është produktiviteti dhe rendimenti. Inteligjenca artificiale ka disa side efekte që unë do kisha dëshirë t'i përmendnim pak a shumë. Introvertizmi është e para, që do të thotë unë dhe telefoni jemi bërë shokët më të ngushtë. Nuk ka shok më të mirë se telefoni. Çohem në mëngjes, shikoj një lajm të Elon Muskut që thotë këtej do na çojnë në
Do më të shokët e Trumpit, Elon Musku, Bill Gates dhe Jeff Bezosi. Elon Musku nëzjerë një lajmë do në qojnë Mars. Ky tjetri Bill Gates thot njerëzit nuk do punojnë se punën dhe bëjnë inteligencë artificiale në thjesht dorim, hajtë analizojmë tash çfarë do të thotë ky, dhe ai tjetri Jeff Bezosi me Blue Origin që ishte i pari iniciatori i parë që futi konceptin e termit turizmi kozmik me një grup vajzash që çoja atje këti perim bashkë me të dashurën e vet, se ti dhe unë do kishim shumë dëshirë të shkoshim mirë ta shikoshim planetin blu siç që kanë ata të dy, ja? Por bileta kushton. Patjetër. Madje është interesante. Madje tash po krijohet edhe, domethënë, startupi i një kompanie amerikane që për 5-6 vjet do ndërtoj hotelin e parë në Hën. Hajde merre vesh çfarë po bëhet. Pra, e them edhe për trajt batute i çomi në mëngjes. Reja që po zhvillon inteligjencë artificiale? Mendoj që jam dhe për këto zhvillime madhore jam skeptik deri diku, sepse duan shumë kohë, por të tjera të cilët janë inteligjencë artificiale në IT dhe në programim ka ecur më së miri, në pajisjet mjekësore, diagnostikojnë shumë shpejt, janë smart me inteligjencë artificiale, do të thotë për një kohë të shkurtër të japi rezultatin ose në mënyrë koherente. Edhe desha ta kaloj prapë për batut, kur çohemi në mëngjes shikojmë këto lajme, kemi nevojë unë dhe ti ta pim kafen, sepse jemi çuditur, hiperaktiv, gati ta nisim ditën e punës me energji. Po bën efektin e kafes. Është shumë interesante, domethënë, për mua që jam njeri i teknologjisë, deri diku jam kritik për Elon Muskun se deklarata që ka thënë që shiko tash mjekët nuk kanë nevojë më të bëhen mjekë etj. Këto janë disa aspekte kritike. Disa raste edhe ekstrem. Patjetër, sepse asnjëherë inteligjenca artificiale nuk mund ta zëvendësoj njeriu në mënyrë indirekte, po bën diçka, por jo ta zëvendësoj. Truri natyral që jemi ne, se po e marrë dhe çik për ky është truri natyral, inteligjenca natyrale, i cili ka krijuar trurin elektronik. Pra inteligjenca artificiale, po si mund ta zëvendësoj inteligjenca artificiale, inteligjencën natyrale që ne vetë krijojmë? Nuk mund të na kthehet në bumerang nëse keq përdorim. Për shembull në rrjetet sociale mund të kur postohen video apo reels me koncepte dhune, bulizimi, kjo është në dëm shoqërisë. Pra në vend duhet postojmë reels apo materiale apo video që japin mesazhe pozitive dhe inovative. Domethënë në mënyrë të tillë që të krijojmë një shoqëri sa më të mirë, mendoj unë. Side effect tjetër për shembull keq përdorimi në ushtri. Sot nuk kemi luftra më me njerëz. Sot kemi luftra me dron robotik, me tanke robotik, domethënë që menaxhon remote. Për shembull, kompania amerikane po bën diferencën te konflikti. Pikërisht edhe Palantiri për shkak të shërbimeve ose për llogaritjeve që të bëhen në të mijërat e sekondës në lidhje me vendimarrjen në fushë betejë. Koncepti i kësaj është që është shumë e drejtë, kur këtu flasim për teknologji, për inteligjencë artificiale, që do të thotë koha e procesimit të informacionit është e madhe. Që do të thotë pikërisht për pranaj është kthyer instrumenti ynë më i rëndësishëm. Nëse ne përdorim inteligjencën artificiale për qëllime pozitive, ne bëjmë gjëra të mëdha, gjëra të bukura. Nëse ne keq përdorim inteligjencën artificiale, kjo na kthehet në bumerang, domethënë. Por gjithsesi duhet sigurohemi që komandat gjithmonë t'i jap njeriu dhe jo të ketë pavarësi. Është nonsens që një pajisje të ketë pavarësi. Gjithmonë do të marrë një trigger, domethënë start point, një trigger pikërisht dhe të menaxhohet. Për shembull, le të marrim rastin në sektorin shëndetësor. Në kirurgji që bëhen në vendet e zhvilluara pikërisht me sisteme robotike. Nuk mund të funksionojë vetë kirurgu robotik në mënyrë autonome që shikon unë do evitoj një mas tumoral në pankreas që është krijuar nga një pacient. Gjithmonë është një ndërthurje midis një eksperti, një kirurg profesionist shumë mirë, kirurg i përgjithshëm, apo neurokirurg, apo kardiokirurg, apo kirurg ortoped etj. Që ta menaxhoj sistemin robotik për qëllime të mira. Pra, është diçka që në mënyrë autonome nuk mund ta themi 100% inteligjencë artificiale funksionoj, sepse nuk ka është e pamundur që një makineri të funksionojë vetë. Një pyetje për shembull që është bë virale, a mund të ketë empati inteligjencë artificiale? Pra, këto janë pyetje që lindin nga çudit. Empati, unë e quaj empati artificiale. Që do thotë, të kujtohet ty roboti Ameka që u krijuar? Një robot prototip njëri i ngjashëm me njeriu. Domethënë, sepse kulmi i inteligjencës artificiale ka arritur aty që të krijojë humanoidët. Humanoidët ne i themi sistemet robotike të ngjashme me njeriu. Në një ekspozit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se Silicon Valley duket sikur çdo gjë është ideuar në Hollywood, na dukeshin filma fantastiko shkencor të imagjinueshëm dhe Silicon Valley ekzekuton. Zemra e teknologjisë amerikane. Pas pak vitesh. Ku e kishim si idenë të krijojë qipi i Elon Muskut që të implementojë në trurin e njeriut për qëllime beneficiare në shëndetësi.
Madje unë kur kam qenë i vogël, faktikisht 2 filma që mu janë fiksuar, po e them edhe pak edhe për kështu. Ka qenë një film i Al Pacinos me Simon, nëse kemi parë, një këngëtare krijuar pikërisht pra në mënyrë perfekte, që debutoi vetëm me një këngë. Bëhet fjalë një film para 15 vjetësh apo 20 vjetësh, kur e kemi parë ne që kemi qenë fëmijë, mos edhe më shumë, 25 vitesh, dhe të gjithë, domethënë u atraksionuan mbas asaj këngëtare dhe doshin ta takoshin. Ndërkohë që ajo këngëtare ishte vetëm një gjuhë programimi e projektuar, instaluar në një hologram, që të jepte idenë e një njeriu ideal, që këndonte me zërin fantastik, domethënë, që atëherë janë krijuar, janë ideuar. Hologrami është e kaluar tani, kam përshtypjen. Edhe sot përdoret, e shikon domethënë që edhe atëherë ose një film Bicentennial Man, aktorin e kam parasysh, po nuk më kujtohet si emër, njeriu 200 vjeçar që një familje bleu një robot humanoid, një film i krijuar më duket në 85, diçka e tillë. Kjo familje bleu robotin humanoid për të bërë punë të shtëpisë, etj. Ky robot u kthy në njeri pas 200 vitesh. Pra, shiko, filmat sinjalizojnë diçka. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pasur gjithmonë këtë, krijoshin idera në perspektivë apo në advance. Ne na dukeshin çudi, sot janë ekzekutuar. Janë realitet më se normal. Pyetje tjetër interesante, inteligjenca artificiale, a duhet i përshtatemi ne? Po më falë, pse duhet i përshtatemi në inteligjencë artificiale? Është nonsens, si ti përshtatemi në një kompjuter apo një roboti. Sistemi artificial, pra teknologjia, ne krijojmë që të na përshtatet me punët tona. Chelsea është mënyra se si ne e udhëzojmë inteligjencën artificiale. Disa, Chelsea suksesit është ajo që nëse ne përdorim më së miri për punët tona, atëherë ne bëjmë siç e përmenda gjërat mrekullueshme, gjërat mëdha dhe jemi shumë efektiv. Por duhet japim një mesazh sensibilizues për gjithë që keq përdorimi nuk të çon asnjë vend. Për shembull, edhe për prindërit gjatë gjithë kohës, sepse krahas asaj defekti introvertizmi, inteligjenca artificiale shkakton defekte negative në aspektin shëndetësor. Fëmijët e sotëm 2 vjeç, 3 vjeç scroll gjithkohën në telefon, probleme oftalmologjike, probleme optike, shfaqet patologjia miopisë. Kjo është edhe në dorën e prindërve pastaj. Probleme psikologjike dhe diçka tjetër dua të them, probleme psikologjike në moshën më delikate, adoleshenca dhe fëmijët shikojnë jeta reale është Instagrami, domethënë ngatërrojnë totalisht, ndërkohë që jeta reale është tjetër gjë, është tjetër dimension. Futen në një botë virtuale ku kërkojnë të imitojnë më pas jetën e Instagramit. Këto janë disa probleme psikologjike, psikoneurotike që nuk duhet shpesh të bëhemi pronë ais. Madje Suedia është një vend që unë vetë kam pas eksperiencë, kam jetuar 2 vite në Suedi, në Sweden. E shikoj si vendin më të arrirë të teknologjisë sot. Në shumë dimensione të më të mirë. Sigurisht. Dhe kryesisht vendet Skandinavie, domethënë Nordic countries. Edhe mundohet që të implementoj librat dhe të kufizoj teknologjinë. Pra në kopshe, në shkolla të ndryshme, u kufizojnë telefonin që të merren me librat, sepse nuk mundet që të rrim gjithë kohën neve të përdorim AI-n duke na dembelosur, sepse inteligjenca artificiale ka koeficientin maksimal të inteligjencës. Inteligjenca natyrale ka sa e ka. Nëse ne përdorim duke na bërë dembel, inteligjenca artificiale tenton të uli koeficientin e inteligjencës artificiale, e natyrale. Se nuk e vrasim trurin fare. Duhet balans, kam përshtypjen që edhe ai truri natyral të stërvitet. Të përdoret sa më mirë për qëllime, të cilët si në aspektin profesional, si në aspektet të ndryshme ku kërkojmë një pikë pyetje, domethënë, po sot inteligjenca artificiale është bërë shoku im i ngushtë. Sot s'ke nevojë të pyesësh për një paqartësi, pyet ChatGPT apo Copilot Microsoft, të jep përgjigje. Në sektorin shëndetësor, asnjëherë përsëri një mesazh sensibilizuar nuk duhet të keq përdoret. Për shembull që të marrim diagnoza nga teknologjia, nga inteligjenca artificiale, nga ChatGPT-a, sepse zvarrisim diagnozën. Nuk mund të krahasoj inteligjencë artificiale, nuk mund të krahasohet me një mjek që ka mbaruar 10 vjet profili përgjithshëm dhe specializimin, që ty të jep një rekomandim se si të procedosh, ndërkohë që ti bësh pronë e teknologjisë. Jam dakord që ta pyesësh ChatGPT për patologji, por jo për një kohë gjatë dhe patologjia mbetet kronike sepse agravon. Por jo të marrësh edhe vendime mbi atë që thot inteligjenca artificiale, sepse nuk ka bërë diagnozën sikurse e bën mjeku. Shiko, inteligjenca artificiale dhe teknologjia ty të sugjerojnë, pika, dhe më pas ti analizon vetë duke, sepse edhe njerë, inteligjenca artificiale duket sikur po tenton të na konkurojë, por inteligjenca artificiale nuk e ka emocionin që ne kemi. Emocioni gjithmonë do jetë
pjesë e njerëzimit nuk e ka logjikën organike si që ne mendojmë, do me thënë me lapse letër, do me thënë logjikisht si që duhet, edhe nuk ka empatin atë ndjeshmërin. Inteligjenca artificiale është një teknologji, instrumenti më i rëndësishëm, koncept që tregon zhvillimin masiv teknologjisë, që ne po na zgjidh shumë punë. Një pyetje tjetër, që mund ka bërë çudi, a mund të zëvendësohet një gazetar apo një moderator? Interesant. Shiko, një gazetar i talentuar apo një moderator i talentuar që jep lajmin me emocion dhe me ndjenja, duke ngjallur dhe kurreshti që të bëhet atraktiv për teleshikuesit, është e pamundur që ta bëjë një gazetar digital. Domethënë duke folur se dhe ato që ndjekin po robot do jenë, se po e sigurisht. Por gjithsesi disa profesione që unë isha shumë interesuar që t'i përmendja që nuk profesione që përfitojnë, që nuk preken apo që nuk preken fare nga IA. Profesioni i psikologut. Asnjëherë nuk mund të ketë një psikolog digital që të trajtojë një pacient. Një psikolog i talentuar apo një psikiatër apo një neuropsikiatër i licencuar dhe ekspert nuk mund të trajtojë një pacient me anë të argumentave etj. Si që mund t'ja bëj AI-a, është nonsens. Një profesion tjetër, hidraulikët. S'ka shanse. E di çfarë më ka ndodhur Lidon diçka? Kur kemi qenë fëmijë, domethënë, se i mat ka qenë dhe basketballist, por edhe hidraulik prej shumë vitesh, 30 vjetësh. Edhe shpesh më thoshë, shiko, mëso sa më shumë që të shkosh në fakultet, se ndryshe do përfundosh hidraulik si unë. Sot po e qaj atë zanatin e hidraulikut, se ka kap hidraulik, edhe elektricistët e talentuar se asnjëherë një inteligjencë artificiale nuk do lidhe dy tela, siç e bën një elektricist, apo nuk do e bëj projektin siç duhet. Mund të pajisje që do jenë në ndihmë, por asnjëherë se zëndësi. Pajisjet po. Pajisje e teknologjisë, si që janë ato metri me lazer e tjerë, ndikojnë pozitivisht. Profesioni i këshilltarit biznesit. Asnjëherë nuk do inteligjenca artificiale nuk do zëvendësojë një business consultant, pra një këshilltar biznesi apo një këshilltar administrativ që ty t'i jep argumenta për të arritur targetin e shitjes, për një strategji më të mirë marketingu apo biznesi, është nonsens. Por analizën e bën Analizën e bën sepse të suporton. Inteligjenca artificiale është në ndihmë të këtij këshilltari. Po. Inteligjenca artificiale ka krijuar profesione, siç është për shembull një social media manager contenter, pra një menaxhues i mirë rrjeteve sociale, që të ri të apasionuar, në Shqipëri fatmirësisht ka të ri shumë të apasionuar etj, të cilët krijojnë, pra ndërthurin pikërisht pra imagjinatën e tyre kreative, pra artin me instrumentin digital. Dhe këtë përdorim në shërbim të bizneseve të ndryshme për të bërë marketing. Kjo është ajo që inteligjenca artificiale ka krijuar. Aplikacione që krijojnë video me AI, që do thotë për shembull nëse unë për shembull jam këtu dhe qëndroj edhe marr një foto dhe uploadoj në aplikacion dhe shkruaj let's talk for artificial intelligence apo le të flasim për inteligjencë artificiale, ajo të jep idenë sikur flet. Por nuk mund gatrohet asnjëherë me video reale, se syri jonë e kap kur është një video krijuar në gjuhë programimi. Të do pyesja sepse në ditët e fundit edhe të konfliktit në lindjen e mesme ka pasur pafund komente, interpretime mbi video që publikohen, por që është më rëndësishme edhe mbi disa video që kryeministri Izraelit Netanyahu ka hedhur në rrjetet sociale, që të gjithë deklarojnë që mund të jetë inteligjencë artificiale. Është e vështirë lind pyetja për dalluar një video e cila është bërë me AI? Absolutisht. Një video që është reale duket, domethënë origjinali si është, kurse një video reale është e krijuar nga një gjuhë programimi gjithmonë do të çdoj pak. Edhe nëse është perfekte, mund dallohet që është. Po nuk mund ta krijosh asnjëherë një video me AI shumë perfekte, është nonsens. Ajo është gjuhë matematikore, është gjuhë programimi që është lëvizjet artificiale të cilët krijon. Një sy e kap, domethënë kur është. Domethënë në luftra nuk është mirë që ta ndërthurësh tash artin e teknologjisë dhe artin digital të graphic designerit me situatat që po ndodhin, se edhe luftrat nuk janë situata të këndshme, domethënë që ndodhin. Madje këto duket sikur amplifikojnë në një farë mënyre ose duket sikur është nonsens, por dallohet një video. Dallohet, absolutisht dallohet, nuk mund të jetë origjinale siç është. E kap syri domethënë një gjë të krijuar artificialisht nga diçka origjinale. Ndërkohë Erman, në mendimin tuaj, ka të tjerë profesione që jo vetëm nuk preken, por edhe përfitojnë nga inteligjenca? Kirurgët e profesionistët shumë të mirë, mjekët. Është e pamundur që një teknologji, një inteligjencë artificiale apo një sistem robotik kirurg digital të zëvendësojë një mjek. Një mjek i talentuar, një kirurg është e pamundur që të zëvendësohet nga IA. Infermierët, një psikolog tjetër që është nonsens, punën një robot humanoid mund ta bëjë dot punën e një infermieri siç e bën me pacientët. Mekanikët.
Nuk mundet që një robot të rregulloj automjetin apo makinën apo gjëra tjera si që bën një mekanik presionist, një mekanik ekspert prej shumë vitesh. Minimumi të ndroj vaj filtra e ka të pamundur. Edhe nuk e ndron dot, unë e përmenda ke elektricisë të lidhi dy tela, nuk e bën dot, domethënë. Inteligjenca artificiale mund të zëvendësoj punë rutinë ose punët të cilët ne mund të bëjmë që janë shumë të rëndësishme për ne, por jo të na zëvendësoj totalisht. Në mënyrë indirekte po rrit produktivitetin, po bën gjëra madhore, por që nuk na zëvendëson dot, është nonsens. Është plotësuese, është ndihmuese, është adicionale, suportive, pa. Tjetër gjë, trajnerët e sporteve. Një sportist apo një trajner sporti nuk mund të luaj basketboll aty, për shembull fjala vjen, rasti im si një ish basketbollist, nuk mund dali një Armand basketbollist ai që të luajë të bëj koshin apo 3 pikshat. Është nonsens. Domethënë apo trajnerët që bëjnë skema pasi me asit e tjerë. Por, si për batutun e the, mund të jemi pari në risk që po zëvendësohem nga inteligjenca artificiale. Sot ka dalë, apo nesër mund dali një Armand ai që e bën punën time dhe mua më nxjerr në pension. Kam shtypjen që për aq kohë sa njeriu do jetë ai që do jap komandat. Patjetër, është vetë ne jemi ata që e krijojmë, ne japim triggerin, push the button dhe asnjëherë nuk na del, domethënë, ne mund ta keq përdorim. Si në luftra e përmendëm, si në ato mesazhe apo video të cilët kanë koncepte bulizimi apo nuanca dhune që nuk, madje aplikacionet kanë filluar edhe të restriktojnë. Për shembull që u përfal pa ky TikToku. TikToku është instrument shumë i fuqishëm i marketingut digital. Rrit produktivitetin në shitje etj. Por në raport me Instagramin, Instagrami ka disa filtra, restriksione. Për shembull, nëse ti uploadon një video me koncepte bulizimi, ta bllokon direkt, madje të rrezon dhe accountin, profilin. Edhe të penalizon, po. Pikërisht, kështu duhet të jenë në rrjetet sociale, pra të kenë filtrat kufizuesit apo filtrat informatik që të mirë përdoret. Kemi nevojë të krijojmë një shoqëri më të mirë, se duket sikur ai introvertizmi që po krijon AI apo na humbet edhe atë konceptin social. Kemi pasur shoqëri më të mirë para 20 vjetësh. Sigurisht. Një shoqëri më të bukur, domethënë më të pastër, kurse sot është bërë, domethënë inteligjenca artificiale në bashkëpunim me atë që ne i japim instruksionet, synojmë që të krijojmë një shoqëri më të mirë, që të japim mesazhe pozitive. Ndërkohë, Erman, mendimin tuaj, po përdoret njëkohësisht inteligjenca artificiale për të bërë edhe lek, për të krijuar të ardhura nga individ të thjeshtë që nuk kanë një profesion të caktuar, por merren me online-in. Patjetër, për shembull fjala vjen për shumë në botën e marketingut digital, fjala vjen nëse nuk ke një profesion caktuar, për shumë ama ke pasion graphic designer, mund të krijosh logo etj. Të cilët mund të lidhësh me bizneset vogla apo të mesme që mund të kenë interes për të krijuar video animacione të ndryshme, website të cilët i krijojnë sot edhe të rinjtë apasionuar me anë të teknologjisë. Për shembull, sepse përpara lodheshim edhe unë vetë si një specialist i IT-s, lodheshim goxha për të krijuar një website, kurse sot i gjet gjërat gati. Edhe sa shpejt. Pra përdoret voice-over, janë teknika tjera gjatë të cilës mund përdoret, kryesisht përdoret në pikërisht pra në botën e promovimit apo krijimin e reklamave 3D, voice-over që përdorin të rinj të ndryshme zërin e tyre, për shembull një film vizatimor apo fantastiko-shkencor. Po edhe kjo social media manager që unë e përmenda është, pra ndikojnë pozitivisht për të gjeneruar deri diku të ardhura, por asnjëherë nuk mund të zëvendësohet një profesionist i licencuar, i diplomuar etj. Siç mendohet. Ndonjëherë unë jam fan si madh i Elon Muskut, apo i Bill Gatesit, apo i por ndonjëherë te pron. Jeff Bezos të Trumpit i them unë këtyre, siç kishin krijuar një video me inteligjencë artificiale Donald Trumpi duke luajtur futboll me Cristiano Ronaldo. Mirë, ajo është art digital që mund të krijosh, por duket që nuk është fix, nuk është ashtu origjinale. Duket, kuptohet. Ka detaje. Ndërkohë, të rinjt shqiptar janë të mirë edukuar ose kanë dëshirë, kanë aftësitë për të përfituar nga kjo. Shiko, Shqipëria është një vend aktualisht që ka të ri shumë të apasionuar, domethënë pavarësisht si që është tek deri diku e gjejnë veten, por ka të ri të cilët kërkojnë të avancojnë lidhje me teknologjinë. Domethënë, sot ke të ri të cilët e kanë pasion kompjuterin, e kanë pasion informatikën, e kanë pasion IT-n, dhe unë shikoj për shembull edhe që të vegjël shikoj unë dua të studioj specialisti IT-s ose unë dua të studioj inxhinier etj. Pra e shikoj që ka elemente të cilët eksplorojnë, pushtohen nga informacione të ndryshme, shikojnë reelse, pra
mendoj që Shqipëria është vend që ka vërtet vend i vogël, po të rinjt kanë shumë potencial që të bëjnë diçka. Varet më pas gjejnë hapësirat apo nuk gjejnë hapësirat, por sot ka ardhur një kohë që ti ja hap vend punën vetes. Pra krijon, bën, nëse puna jote pëlqehet, ti je brenda, je in. Janë realisht të mëdha mundësitë sot. Patjetër, nuk mund të themi që në kohën e komunizmit unë si një brez i tranzicionit komunist nuk e imagjinoja dot që ne kur kemi qenë do vinte kjo ditë. Pa unë në 99-ën 2000 kur kemi qenë në gjimnaz, neve nuk e njifshim fare telefonin. Telefoni nga ai modeli vjetër i Nokia, ai modeli Nokia kur erdhi na dukej si robot. Domethënë kurse të rritë sotëm po rriten me konceptet, me smartphone-et, me tabletet, me laptopet. Imagjino ku do jenë, domethënë fëmijët e kësaj gjenerate ku do jenë sa përpara nesh. Domethënë ne jemi mendoj një brez që shumë vonë kemi nisur dhe po çuditemi. Brezi tjetër as nuk do e konceptoj fare epokën apo kohën që ne kanë lindur me këtë teknologji po megjithatë mund të ketë edhe në anën tjetër rreziqe, sepse sikur se thamë edhe pak më herët, mund të bëhen më pak të ditur, patjetër, dembel më shumë, introvert, problematika shëndetësore, shfaqja së mundjes së miopis, të gjithë jemi me syze tashmë për shkak të ekranit, për shkak të kësaj, probleme në fizioterapi me shtyllën kurrizore, pjesa cervikalit duke qëndruar gjithkohën, shkakton problem. Po, pjesa e lumbarit, të gjithë vuajnë sot dhe i diku me probleme me shtyllën kurrizore, që të detyron të shkosh në një fizioterapist, të një mjek ortoped e tjerë. Duhen menaxhuar probleme psikologjike, duhet menaxhuar, domethënë jo gjithkohën kryesisht e kam për fëmijët e vegjël, apo adoleshentët gjithkohën se ne që jemi moshë rritur e menaxhojmë derisa dhe na los. Inteligjenca artificiale po na los. Domethënë si 40 vjeçara po në vazhdim dhe po na los, kurse brezi sotëm është shumë hiperaktiv. Ka gjithmonë shumë dëshirë. Erman, keni preferencë ju përmendet që përdorni Copilot? Është Groku, është Cloud AI, është... Po, janë disa realisht aplikacion, po janë disa aplikacion homolog, të cilës... Unë faktikisht kam gjetë një rehati me këtë Copilot, sepse për shembull fjala vjen është free, prandaj sugjeroj është free për ta përdorur kushdo, sigurisht nëse kërkojnë të tjera të azhurnuar është me pagesë, por është më praktike më duket, madje edhe e pyet dhe me voice, kryesisht në anglisht, mund ta pyesësh në shqip ose në anglisht. Edhe shqip nuk është aq perfekte. Anglishtja është gjuhë international dhe gjithë shkenca sot ecën me anë të anglishtes. Prandaj sugjerojmë edhe tek fëmijët apo prindërit që fëmijët e vegjël, domethënë direkt gjëja e parë dhe kryesore është të dinë t'i zaptojnë kohën. Pra, jo duke qëndruar me teknologjinë, të menaxhojnë kohën e fëmijëve, një kurs gjuhë, një aktivitet sportiv, një mbledhje familjare, pra, sepse që fëmijët të rriten më të shëndetshëm, jo si mund të them ushtar elektronik. Gjithsesi, e anglishten në vim të asaj që u thatë, anglishten edhe AI e ka mësuar shumë mirë se gjuhët e tjera. Sepse inteligjenca artificiale është e krijuar me gjuhën, madje për shembull sot inteligjenca artificiale për nxjerrje aplikacione, për shembull që nëse ti nesër shkon në Japoni, në Tokyo, nuk e di dhe gjuhën dhe përplasesh me njerëz që nuk dinë as anglisht, me aplikacion, pa akoma se kanë të azhurnuar, me aplikacion ti e pyet ta kthen gjuhën e vet. Pra është instrument shumë i rëndësishëm, po na ndihmon në punët tona, po e kemi ne vetë në dorë që ta menaxhojmë, domethënë jo gjithkohën truri elektronik, ajo që është më e rëndësishme është të mbajmë në formë truri natyral. Dhe për ta mbyllur me një pyetje në lidhje me ndryshimet që her pas here sjellin kompanitë për tu përshtatur. Pak ditë më parë Instagram njoftoi për disa ndryshime në mesazhe, është diçka apo s'ka shumë rëndësi? Shiko, faktikisht këto azhurnojnë informacionet të ndryshme, aplikacionet të ndryshme të cilët ose këto liderët e këtyre korporatave, po nuk e mendoj se profilet, domethënë Instagrami, apo dhe Facebooku, apo dhe TikToku e tjerë janë profile personale. Privatësia do ruhet. Nuk mundet që një mesazh që shkruajmë ne me njëri tjetrin ta shikojë edhe një i tretë. Është nonsens. Nuk ka kuptim. Sepse nëse Instagrami do bëjë këtë, do ulet numri i përdoruesve të aplikacionit. Atyre nuk intereson që të kalojnë deficit, domethënë, që të ulin rendimentin, përfitimet e tjera. Privatësia do videoj të jetë sikurse ka qenë. Shiko, e di çfarë ndodh me privatësinë. Koncepti privatësisht, të gjithë dhënat tona ndodhen në databazat e këtyre. Pra, teknologjia ne na di shumë mirë kush jemi, megaserverat, pra CEO-t e këtyre korporatave që ne përdorim, por privatësia midis njëri tjetrit. Mendoj që dhe është rritur, domethënë siguria është më e madhe me zhvillimin e teknologjisë, jemi më të sigurt, po thjesht duhet ta menaxhojmë më së miri. Përpiqemi. Zoti Mirtenika, faleminderit që ishit në studio.